Të martën lidhja e sindikatave të Maqedonisë do ta bllokojë kuvendin pasi sipas tyre deputetët gjatë gjithë vitit kanë heshtur për propozimin e LSM-s për rritjen e pagës minimale dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera. Lidhja e sindikatave kërkon që paga minimale menjëherë të rritet në 600 euro, ndërsa pagat e tjera të rriten së paku për 6.000 denar. Deputetët janë të shurdhër ndaj kërkesave të punëtorëve për rritje pagash, ndërsa nga punëtorët kanë marrë mandat të shijojnë luksin me paga të rritura për 79%, të cilat do të rriten edhe për 21.8%, të paktën 250 euro për deputetët, ndërsa as 25 euro për punëtorët është e turpshme. LSM thosë se po këta deputet gëzojnë të drejtën e bufesë së kuvendit me çmime të ulta dhe rimbursim të shpenzimeve të udhëtimit deri në vendin e punës. Deputetët të parët do të përballen me zemërimin e punëtorëve, ndërsa përmes bllokadës do t'u pamundësojmë atë ditë të arkëtojnë shpenzime udhëtimi që kalojnë edhe 100 euro në ditë, le të vinë në këmbë ose me transport publik, ashtu siç shkojnë në punë punëtorët. LSM i rikujton deputetëve që urgjentisht të votojnë për rritjen e pagës minimale dhe rritjen e të gjitha pagave të tjera dhe uljen e pagave të funksionarëve. LSM sqaron se nëse deputetët heshtin, atëherë ata do të kalojnë në mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve, me të cilat do t'i ulin pagat e funksionarëve dhe do t'i rrisin pagat e punëtorëve.